Krere shtetëror dhe partjakë që janë pjesë e qeverisë premtojnë një zgjidhje ligjore sa i përket të lojrave të fatit. Kryeministri Kristian Mickoski në lidhje me projekt ligjin për lojrat e fatit tha se zgjidhjet e reja ligjore synojnë të vendosin në rende dhe kufizime në këtë aktivitet, duke theksuar se shteti duhet të mbrohet nga pasojat negative të zgjerimit të pakontrolluar të kazinove dhe ambienteve të lojrave të fatit. Kemi një ndjesi se vendi i ngjante Las Vegasit. Bukfalisht në çdo cep shihnim lokale që reklamonin këtë lloj bigjozi me tabela neonit të ndezura, kryesisht kazino dhe bigjos, dhe disi si rregull, pranë tyre ka një zyrë për kredite shpejta. Është një lloj sistemi që duhet ta rregullojmë dhe vlerësojmë që është një sistem që për fat të keq është shkaku i shumë fatkeqësive familjare dhe tragjedive njerëzore. Në të njëjtën vit qëndron edhe njëri ndër kryetarët e Vlenit, Izet Mexhiti. Ai thotë se kazinot po mbyllën, ndërsa radhën e kanë edhe kredite shpejta. Sipas Mexhitit, me veprime konkrete kundër kësaj dukurie, sillen rregulla më të fuqishme në mbrojtjen e familjeve. Sot po fillon lufta jonë ligjore me bigjozin dhe kumarin. Kemi premtuar të mbrojmë familjet tona nga ky mallkim. Sot po nisim me veprime konkrete. Po vendosim 500 metra distancë nga shkollat. Po ndalojmë reklamat e bigjozit. Po sjellim rregulla më të forta për mbrojtjen e familjeve. Vite me radhë shton ai, flitej e protestoi kundër bigjozit, por kazinët shtoheshin për ditë, por ai tha se sot pa protest, pa zhurmë, po jepet zgjidhje ligjore. Mexhiti theksoi se qeveria së fundmi përmes një propozim ligji vendos kontrolle më të repta në mbrojtjen e qytetarëve nga pasojat e bigjozit.